Avicena, Ebu Ali Husein bin Abdullah ibn Sina, ushqua mes shekujve 9 dhe 10. Ibn Sina lindi në Afsahan, një fshat i vogël pranë Buharës në Uzbekistanin e sotëm, në gjirin e një familje të pasur. Babai i tij ishte qeveritar i krahinës. Në moshën 10 vjeçare Ibn Sina kishte mësuar përmend Kuranin famlart. Në të njëjtën moshë, i përshkruar nga shpirti i kërkimit, ai rindërtoi edhe një herë teoremen e Euklidit, i hetur për dije dhe i ndërgjegjshëm se kërkimi i dijes është detyrë e çdo muslimani që nga djepi deri në varr, u zhyt në studimin e astronomisë, mjekësisë, fizikës, matematikës, letërsisë, gjuhëve të ndryshme, jurisprudencës islame dhe filozofisë. Filloi të shkruaj që në moshën 20 vjeçare, në gjuhën arabe, e cila së kohë ishte gjuha e shkencës. Prodhimtaria e tij arriti dimensione të pabesueshme duke trajtuar çdo degë të shkencave njerëzore, shkencave natyrore, logjike, astronomisë, muzikës e tjerë. Në optik përshkroi formimin e imazhit në retinë, në matematik paraqiti provën e nëntës dhe tregoi nevojshmërinë e numërimit dhjetor. Në muzikë paraqiti rregullat matematikore të tingujve. Veprat u përkthyen në latinisht prej shkollës së Toledos dhe prej Spanjës, u shpërndan me të shpejtë në të gjithë Evropën, veçanërisht ato të mjekësisë dhe filozofisë. Ishte padyshim mjeku më i madh musliman dhe një prej pishtarëve të mjekësisë që vazhdon të shkëlqejë edhe në kohën tonë. Përveç se ishte një shkencëtar, ai zotronte edhe aftësitë e duhura për ushtrimin e profesionit të mjekut, siç rezulton kjo edhe prej terapive moderne, të cilat ai përdori për kurimin e atyre smundjeve që ende sot quhen smundje psikosomatike, apo për kurimin e ulçërës, meningjitit akut, pleurititit, apopleksisë, etheve eruptive e tjerë. Vepra e tij më e famshme në fushën e mjekësisë është Kanun fit Tib, kanuni i mjekësisë, ligjet e mjekësisë, që përmban diagnoza dhe terapi të sakta. Ishte teksti bazë për studimin e mjekësisë në gjitha universitetet franceze e italiane. Kanuni u publikua në gjuhën arabe në Rom më 1593-12 Hijri, nga tipografia Medicea, me urdhër të Papa Gregorit XIII. Botimi ishte në 5 vëllime: fiziologjia, higjiena, patologjia, terapia dhe argumente të ndryshme mjekësore. Për rreth 600 vjet, prej shekullit XII deri në shekullin e XVII, mjekët përgatiteshin për profesionin e tyre duke pasur për bazë kanunin e mjekësisë së Ibn Sinës. Gjatë shekullit 15, kanuni i Ibn Sinës u shtyp 15 herë në latinisht dhe 1 herë në hebraisht. Më pas ai u botua edhe disa herë të tjera deri në shekullin e 18. Në fillim të shekullit 19 u mbajtën në bazë të këtij libri ligjëratat e tipit Ecce Cathedra në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Montpellit. Ndërsa enciklopedia e tij e madhe filozofike titullohet Kitab el-Shifa, libri i shërimit, dhe ndahet në 4 pjesë. Përveç kanunit dhe librit të shërimit, Avicena, i cili ishte shkencëtari i parë që bëri studime psikologjike, shkroi një vepër të titulluar Kitabul Adwiyat Qalbiyya, libri i ilaçeve për zemrën. Atij përket edhe kompozimi i një poeme të artë në vargje e quajtur El Elfia, me që ishte e hartuar prej 1000 vargjesh, titulli i saktë i së cilës është Poema mjekësisë. I rëndësishëm ishte kontributi i tij në fushën e smundjeve kardiovaskulare dhe diabetit. Për sa i përket fushës së kardiologjisë, ishte i pari që pohon se zemra pomponte gjakun në arterje, duke përshkruar me imtësi tipe të ndryshme të pulsit dhe vlerën e tyre në mjekësinë klinike. Në mjekësinë po ashtu klinike. Ndërsa për diabetin është pohuar se nuk ka asgjë sot për sa i përket aspekteve thelbësore klinike të diabetit që Avicena të mos e ketë përshkruar. Në veprat e tij të fizikës, ai mbështeti mendimin se drita është e ndërtuar nga pjesa që lëshohen nga një burim i shëndritshëm dhe lëvizin me një shpejtësi të fundme
dhe kuptoi natyrën kinetike të ngrohtësisë së energjisë dhe të lëvizjes. Vizioni i tij filozofik neoplatonik u përdor nga Kisha Katolike për të strukturuar teologjinë e saj. Shkroi përveç disa veprave të tjera filozofike të shkurtra, edhe një enciklopedi tjetër filozofike, Libri i Shërimit nga gabimi. Por neve nuk na ka arritur deri më sot një ndër veprat e tij filozofike më të rëndësishme me titull Filozofia Orientale. Si shkencëtar i gradës së parë, Avicena denoncoi qartësisht astrologjinë si shkencë rreme dhe luftoi rrëtësisht kundër magjisë dhe bestytnive. Vdiq në vitin 1037-428 Hixhi në moshën 57 vjeçare. Dante e vendosi Ibn-Sinën në librin e njerëzve të mëdhenj të antikitetit. Për të është shkruar: Avicena është një fenomen intelektual, ndoshta nuk ishte parë kurrë më parë një shembull i tillë inteligjence. Kaq e parakoshme, shpejt dhe mbrojtur në afirmimin e saj, me një aktivitet kaq të shkëlqyer dhe të palodhshëm. I shikuar në perspektivën e duhur, Avicena ishte pa asnjë dyshim një gjeni klinik dhe një shkrimtar i madh i mjekësisë.